kanë ardhur prej gjithandej vendit këtë të diel në pazarin e Shkupit. Aq shumë kafsh sollën për të shit para Kurban Bajramit, saqë u desh të shpërndahen në hapësirat përreth Bitpazarit, pranë shkollës fillore dhe ambulantës së Lagjës. Shumë besimtar musliman kishin dalë për të zgjedhur kurbanin e tyre. Disa thonë se çmimet si vjet janë të larta dhe se xhepi i tyre nuk ka lejon të blejnë. Besimtarët musliman sipas fesë islame një herë në jetë kanë për obligim të thirrën një kurban dhe atë ta shpërndajnë në 7 pjesë. Ky burr kishte dalë me 2 nipat e vet për të gjetë kurbanin. Kam dhënë para, jo, vetë kam marrë të shoh, ç't piti çatiti. Po lo po më, ç'a? Çetra ta marr. Ky buj ka kaluar 3 ditë që të shet kafshët e tij dhe thotë se është detyruar që të flejë në kamionin e tij. Ai rrëfen se i ka mësyer të shet të gjitha sepse deri tani ka shitur më shumë se gjysmën e kopes që solli në Bitpazar. Jo, ai që ka dash ta marrë nuk ka vetë, vetëm e ka marrë dhe ka paguajtur se ka qenë malli mirë. Ai që si ka pasporet, ka shku ka marrë mali, sa ka pasporet çaj ka marrë kurbanin. Se ki kurban edhe 60 euro, edhe 70 euro, edhe 100 euro, edhe 250 euro, qatë madhin e shes 300 euro s'ma ka marrë kërkush, mund të e që. Të dielën në pazar nuk dolën vetëm ata që duan të blejnë kurban. Njëri kishte marrë nipat e vet për t'ua treguar nga afër bagëtit se si duken. 3 ditë që ina këto, ina të shit, po diçka nuk ka rregull. Pazari, narodi s'kan pare, ajo ka qot, janë pak si shtret me pare të lishtina ne këto. Shitësit thonë se çdo vit po ulet numri i kurbanëve të shitur. Fajin thonë se ka gjendja e rëndë ekonomike në të cilën është zhytur shoqëria tash e sa kohë. Por ka prej besimtarëve që ose blejnë kurban ose paguajnë vlerën e kurbanit në Bashkësinë Islame të Maqedonisë ose në disa shoqata humanitare të cilat pastaj i shpërndajnë për skamorrat.